Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi, mi bashkë edhe sonte në një transmetim të radhës të krejtën debat të gjithë së bashku për të diskutuar dhe debatuar Erza Brahushi. Veç unë e tis po debatojmë. Qysh po jemi Erzën dhe ti në një linja, nuk e di. Se di që gjendën dy shqiptarë që pajtohen, edhe kur s'pajtohen. Se di në fund votën, a do e kemi të njëjtë. Varet sa kanë me nabinë mësaferët që kemi me pazi në fund fëshatës, se kanë me votu. Valla, Erzë. Po thunë që nabindina, e kanë atë farë dhuntie me nabind. Ta shë sa ko të shku në zgjedhje nuk di, më bindja dhe mos bindja s'po përshtate në gjithmonë. Je dhe kështu i pavendost? Jam i pavendost. Ose jam shumë i vendost për asë njerin. Shumë i vendost për asë njerin. Do të flasim sot se a ka votues të pavendosur që mund të ndryshojnë rezultatin. Kemi folur shumë herë, për shembull për diasporën, e cila mundet me ndryshu rezultatin, për të rinjt që votojnë për herë të parë, po sot do të flasim për ata që janë të pavendosur, që kanë votuar në zgjedhjet e kaluara, por që në këtë proces zgjedhor nuk janë të vendosur se do e votojnë dhe sa mundet kjo vota e pavendosur me ndryshu rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Pikërisht pra këta të pavendosurit është koha që t'i dëgjojnë debatet politike, t'i dëgjojnë gjitha plan programet që i prezentojnë liderët politik, kandidatët për kryeministër, edhe të vendosin. Këta ndoshta mund t'a bëjnë diferencën. Për ndryshe ata të kalumt, njëjtë po besoj mundën me votu, ose me ndru, nuk e dijet. Dikush është i dëshprum prej pushtetit, dikush prej opozitës, kështu që mundon ndoshta me pas loatjet votës. Dikush është dëshprum me krejt? Po, nuk bën me i përjashtu edhe këtë grupë. Këtë do t'jetë tema sot me për diskutim, para se shkojmë të prezentimi i mësafirve, falendrojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, falendrojmë Air-Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në airticketa.com. Gjithashtu falendrojmë Spitalin Fatim, që gjendet rrugës për në Çagllavic, i dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore, si kirurgji, ginekologji, pediatri e gjitha fushat, është i vetmi që e sjell shërbimin e andrologjisë në vendin tonë, që trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare, specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu, shpallur klinika më mirë në Evropë për shërbimet e saj. Për me i pa këto shërbime dhe për më marrë detajet të më të tjeshme, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu. Gjithashtu ju ftojmë që të vizitoni dhe Spitalin Italian të Syrit, që gjithmonë fokus e ka shikimin më të mirë tek ne, e po ashtu i ofron të gjitha standardet ndërkombëtare në vendin tonë, bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar për një shikim më të mirë, të kthjellët. Kështu të pastër si loti Erz, tash po duhet me qenë vigjilantë në shumë aspekte, duhet me shku tek Spitali Italian i Syrit. E me neve, sonte në studio, është Vesa Gjikadria, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Kënaqësi të kemi pjesë të panelit. Endre Çabani, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Faleminderit për ftesën. Asre Gjocaj, mirë se erdhe. Në anën tonë të djathtë kemi Bardha Gërdovci, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se gjej, faleminderit. Lulzim Veleu, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se ka ardhur në Kosovë fillimisht. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni qenë. Pra i kemi Erz dy ardhje kështu të freskëta. Njëri vjen nga Amerika këtu në panel, që ka qëndru disa ditë, e tjetri në Evropë, në Vjenë, apo? Në Düsseldorf. Zipse mendova në Austri. Çka thot Düsseldorfi, Lulzim? A ke bona e matje kështu spontane? Jemi ty matash të bosantazhe, se ka po votojnë. Jeni në fillim sondazhet apo ka përfundu? Të dim çfarë... Se të bime patëm në Zvicër. Po, bile që të ditë... Ditëve të fundit janë intensifikuar të bimet me bashkëdhëtar të të gjitha subjekteve politike, jo vetëm televizijës vetëvendosje, pasi në këtë pikë vetëvendosja, apo lëvizja vetëvendosje ka qenë më aktive në të kaluarën, ndërsa
që 3 palë zgjedhje e këndej, kemi edhe një intensifikim të subjekteve tjera politike, si Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, që janë shumë aktive kohëve të fundit, edhe me takime me bashkëdhëtar, por edhe me tubime të ndryshme. Përpara këtu në Kosovë, kur janë mbush sallat, kemi pas një lloj matje se ka shumë simpatizant një parti, kush po i mbush sallat në Gjermani e në Zvicër? Mara, është interesant se sallat më mbushin gjithë. Po në fund votat po ndahen... Po i merë vetëvendosja? Në zgjedhjet e fundit, vetëvendosja ka marrë shumë vota, sidomos vota nga diaspora, që edhe e kanë bërë ndryshimin, pasi që ne dim shumë mirë që në zgjedhjet e dhjetorit në Kosovë kemi pasur një numër të madh të cilët në një farë forme i kanë bojkotuar zgjedhjet dhe nuk kanë qenë pjesë e zgjedhjeve, ndërsa në anën tjetër kemi një numër të madh të bashkëdhëtarëve që kanë ardhur edhe kanë votuar me që ishin edhe festat të fundvitit, pra kanë votuar direkt në Kosovë. Ndërsa kësaj radhe kemi një numër shumë më të madh të atyre që janë regjistruar për votim, pra është thyer një rekord, mos qoftë se zgaboj, është 145.000 të regjistruar për votim nga diasporat, që kanë filluar tani edhe të kryen obligimin e tyre qytetarë përmes postës. Me një amencim të lehtë, ku shkojnë këto vota, se dojmë u kthi pak në temë? Për të pavendosurit. Do të shkojnë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Aso diplomatik, se ma direkt lutna. Po, ja, nuk, vota është e fshehtë, nuk e di. Të fshehta, në asë pi tregojnë votat tona, veç po mendojnë. Nga kaluara është parë se është, vetëvendosja është votuar në masë nga diaspora. Mirë, po kjo nuk do të thotë që nuk kanë ndryshuar mendim njerëzit. Ju ditën e zgjedhjeve do jeni prezant Kosovë? Jo, unë nuk do të jem Kosovë, unë jam i regjistruar për votim direkt në konzulatën e Republikës Kosovës në Düsseldorf, kështu që do të jem në Düsseldorf. Për me votu. Vesa, votues e pavendosur, si pas teje, sa mund të ndryshojnë rezultat? Dhe a kemi në këto zgjedhje? Po, padyshim që ka se cila parti i ka ata votues që janë të bindur politikisht, nështë për një preferencë ose një tjetër, qoftë për njërën subjekt ose për tjetërin subjekt, mirë po ekziston në çdo zgjedhje një numër që nuk janë vendosur. Edhe nështë krejt rastisht mujmë në vendos, nështë një ditë para zgjedhjeve, nështë me një video, nështë me një kampanjë, nështë me një standard që i delë, një fjallë, me një debat më ashpër, me një video në TikTok në kohën që po jetojmë, ose me një mënyra një tjetër, po padyshim që çdo herë ka pas votues pa vendosur, mendoj që ka edhe tash. Votues nuk është që votojnë nështë krejt në bazë të preferencave, disa votojnë në bazë nevojave që i kanë, disa në bazë të naj situatës të pakëndshme që kalojnë, edhe shkon dikush i premton, edhe mandej ndoshta ndikon në votë. Mirë po ka pas edhe do të ketë që ata të pavendosurit janë që nështë një lloj target grupi që këtë politikani kanë, që me ja marrë votën edhe me kthy besimin ka vetja. Po si mund është me i bind këta të pa vendosur, ose nëse shohim në fushatën që po bëhet sot e përmendje edhe vetë, mund të i bindim këta njerëz me një video në TikTok? Mund është me i bind nëse je shumë real. Unë kom përvoj para prake vetë, edhe kom taku njerës pa vendosur, kom taku njerës që kanë gogja revolt ndaj një parti ose një tjetër, kanë pak naci, janë, po mënej nështë pak naqën me lloj situate që kanë kalu qeverit ose opozita, edhe nështë krejt rastisht a e fiton besimin tonë, krejt rastisht mund është me jamarë dhe me logaritën vot, ose ndoshta gjatë gjithë kohës nuk të shfaq për krahje deri në ditën e zgjedhjeve, edhe mundet veç se me ta shkrujt ose me ta uru se që për kraha ose ku ta di. Mirë po mund është me i bind kur je real, e kupton kur je njerës pa vërtet, e kupton njerës që janë të dashme u përdor, njerës janë shumë vedishëm për krejt, po nëse e ki që ata aftësin, që ata talentin edhe që ata empatien me a bashkëndje tjetrit, atëre mund është në fitu dhe besimin e tyre. Asret? Në Amerikë, a ishën të vendosë? Dhe me përdalim në kjetoj, ka shdo ditë, kështu që nashta ma kam bërë dhe rapsh. Qëka të kanë thonë, se kur të kanë parë përfaqësisht që je dhe prezent shpesh në media, po besoj njëherë të pysin ty, kush po fiton këtu në Kosovë, Po se kujtojnë që ata që shkojnë në televizion, ata i din krejt, edhe po, ata du të me ditë. Së është edhe s'po i din, ja? Jo, unë nuk e di pse dhe i pyet që adin, po pse Bashkë Aleonë, se në bëdin.
Ja, po që më marit se më tonë drejtën atje nuk jom përfshin politike dhe kom dash me që ju kom gjenë të familjarë dhe ditë, kështu që e kom di që këtë vi këtu kam më mprit një përdiqmëri si gjithmonë zgjedhje që politika vese na u ka bota është një farë jo mo si qëllim për të mirë, po është bo si sinonim i të keqës, sepse gjithmonë kur flet për politikën ti duhet me mendu që do të kem zgjedhje, do të kem probleme, do të kemi ngërçe, do të kemi telashe të ardhme, do të kemi besa në konflikte, fyrje, sharje, ku ta diune që gjithçka që prodhon fushata, edhe që faktikisht politikajt këtë pikë kanë qëllu të pa përgjeshëm, që mos më thonë pa ndërgjeshëm, sepse në vend që me tentu me eliminu këtu, vetëm sa ju frujnë pak ma tepër edhe nëzisin një farloj mos marrëveshjes o rrejtjen popull të qytetarët. Ndoshta nuk kisha mi qujt pa vendost, për shkak se jo pse është në i term ku me diçka, po si të na, kur i thojmë dikuj pa vendost, e merrnë me një aspekt pak më negativ, po kisha ndoshta mi qujt jo militant edhe jo të përcaktuar politikisht deri në momentin që do të vinë po ata i pavendosur se normale me qeni pavendosur se kanë kemë votu. Po, thash nuk është keq, po ndoshta në një term më adekuat i përcaktuar po them. Kjo jo militant më apo është? Po jo militant sepse në Kosovë unë mendoj që ka 3 lloj votues. Ka militant që nuk i intereson hiç çka ka bëu lideri vet edhe ai veç ka mi qitë votën, as nuk i intereson a ka bo mirë a keq, po edhe nëse tjetri ka bo mirë kundërshtari ai e urrejn, këta janë militantë, domethënë këta janë tipa që me ta fol badi hovan, sepse ata veç lideri vetë mundet me ndryshu. Ki këta të papërcaktumt ose këta që nuk janë ka kjo pjesa militantëve, po ki edhe një parë që nuk isha dash kur me qenë të na, janë një parë që nuk kanë personalitet, edhe ata lëvizin bazë të interesave personale ose ka shkon leku, e që fatkesia jonë ka nisë më rritë kë numër shumë fatkesisht, edhe kjo e vësë... Qa i bjen kjo ka të shkon leku që po i blejnë vota pa? Po një formë ose tjetër po bleje, sepse vetë interesi është pak e rëndësishme nëse ka i merë kesh parët, apo po merë në këmbim dishka, sepse ma përparën kërë s'kanë ekzistu parët, tregtia ka shku dhe mall me mall, apo din. Edhe kjo në këmbim kësaj të asajna është blerje, është manipulim edhe është shqitje personalitetit edhe asajna që ti mund është me pasë, nuk s'isha do shkur me pasë tu. Gjithkund botë, realitetin politik e ndryshojnë sepse ndoshta në vendet tjera nuk shiten ose nuk blejen kaq hapun, po gjithkund në pushtetet gjithkund ekzistojnë një pjesë e papërcaktuar që ndryshojnë rezultatin. Në Kosovë nuk kemi një zonë, më thonë, për shembull në Amerikë nëse s'gaboj është Alaska, janë do vende ku dihet që ata përcaktojnë fituesin bazë frymës politike, po këtu nuk kemi një zonë target, që më thonë ky qytet ose kjo krahin mundet me ndryshu rezultatin, kemi individ, kemi njerëz që kanë votu të menu që bëhet mirë dhe ka po që nuk është ai që ka qenë qëllimi, ka njerëz që kanë mendu që i përpasën interesat e tyna, ka më konë, e theti ma herët mund të ketë për pjesës opozitës që ka mendu që kjo parti ka me qenë zoni tina, ka po që sështë. Ose e ka votu pjesën partinë pushtet, sepse ka mendu që ka me realizu që ta që prej kjetën e ti direkt, edhe ka po që për kundra zi ju ka këthy bumerang, edhe thjesht ai voton bazë të asajna që e mendon që është mirë, po nëse ai mendon prapë se nuk është mirë që ajo, atëherë ndryshon. Shpesh ka pas diskutime në zgjedhjet e dhjetorit ku tha që shumë votues që janë qytetarë të Kosovës, pra që jetojnë këto, veprojnë këto, nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e votimit. Kanë ikë në për vikendet të ndryshme që janë lidhë me këto dhe më pas shumë diskutime në studio televizive u bën që duke mungu qytetarët që jetojnë, janë rezident në vendin tonë, erdhi mërgata dhe kështu erdhi edhe 51% për lëvizjeve të vendosje. A i bie që këta të pavendosrit edhe këtë qërshor, munden me e lidhë ndë një vikend edhe mos me o marë fare me këtë zgjedhje. Është një bëjkat kështu që e meritojnë për vëtë kjasa politike. Në çdo periudhë mund të kemi një arsye të caktuar, ja festa, ja tash vera deti, ja viti i ri, po këto te na është një diçka që ndoshta jo me marrë si shembull adekuat, po ka një herë janë të profesora kur nuk janë shumë përgatitur për lëndën, kur le qel ditarin, do tajtja paska qit pesë, ja fusë don pesë ose paska këtë nisha, pavarësisht që lëndën e tij dit pesë, ja fut nish ose dysh. Kjo është ajo pjesa që nuk bën me qenë të njerëzit dhe të na është një farë u kriju një farë kulture që ka është fryma. Shkojnë me turmën, edhe jo mbas asajna që ata besojnë edhe mendojnë. Më shumë mendoj që ka qenë një frymë që është u kriju një bindje që do të fitojnë edhe ke një farë lloj frike
për fund vit, për shkak se ka pas shumë të lashe, ka qenë pjesa problemit buxhetit, pastaj edhe kanë qenë shumë gjona të tjera që kanë ndiku ke frika që nuk do të kemi institucione dhe okej, po ja japim, le ta krijojmë institucione sikur që ndodhi. Kaloi buxheti dhe ndoshta kjo tash ndihmon në kosht. Edhe thjesht Ka ndryshuar rrethonat politike. kjo ideja që e ka nda diaspora krejt nëse quajmë me vend ose këta që janë në Kosovë janë krejt me opozitën, nuk është në rregull. Ka shumë diasporës që nuk mendojnë ndoshta sikur kanë menduar zgjedhjet e drejtorit, sikur mund të ketë shumë vend këtu vendas rezident Kosovë që mendojnë tash ndryshe prej asaj që ka qenë. Dhe këto duhet me ndjell këtë frymë në vend tonin. Gjithkush duhet që të drejtën e vet me shfrytzu në mënyrën që ai e vlerëson edhe do me pa në vend dhe jo pse. Dikush që tha dhe pse dikon e bën. Po ndoshta kësaj radhe te kjo pjesë, te kjo kategori do të ndryshojnë edhe listat sepse kom po që shumë subjekte kanë provu, shumë emra kom po që s'kan garu, zgjedhjet e kaluara, ose që ndoshta për elektoratin kanë qenë figurat njohtë më herët edhe dikush i ka thujt që jo jam bobajat, jo këto, dhe ka shumë figura të reja që ndoshta më herët nuk ka dashur me votu për atë arsye të listës, dhe mund të vijë vota për shkak të individëve që janë pas ka marrë malli për Astritin, e bom si intervistë në Astritin. Endrit, mendon që këtë herë ekziston ajo fryma që sipas Astritit tha që në zgjedhjet e kaluara ka qenë thjesht një frymë dhe njerëz kanë shku pas asaj frymës apo mund të kemi ndryshime? Unë mendoj që votuesi pa përcaktuar gjithmonë votojnë ose vendosin ditën e votimit se kanë me vendosur. Edhe mendoj që votuesi pa përcaktuar në shumicën e rasteve kur nuk e din se ka me votu gjithmonë ka të frymën e fituesit. Ka më orientuar me ato. Votuesi pa përcaktuar nuk ka me votu ose nuk ka me vendosën mbi baza emocionale partijake. Janë 3 llojet votuesve, një për fatkeq që tha Liriku ka me shku, ka me si lloj proteste, s'ka me dalë me votu hiç. Një kategori tjetër e cila është shumë e rëndësishme edhe ajo, është që ka me dalë me votue përmes programit, plan programit, përmes programit sigurisë, të arsimit, shëndetësisë, dhe një kategori tjetër e cila vendos ditën e fundit bazë frymës së fitores. Gjitha këto përcaktohen mbi 2 bazave cilat ata përcaktohen. E para është përmes tubimeve partijake cilat i shohin përmes mediave. Ajo dhe më thonën mund të ndryshoj mendjen për me votu një parti apo një njëse. E dyta, përmes debateve politikeve, përmes kandidatve të cilët kanë preferenca pa anime politike, po një kandidat e bindë përmes platformës vetë duke e prezentu, edhe që kjo dhe më thonë është ajo se të votuesi pa përcaktuar. Unë që muna me thonë është me shtu diçka për ma shumë, është du mi ftu gjitha ta votuese pa përcaktuar që dalin e ta shfrytëzojnë drejtën e votimit, sepse shumë e rëndësishëm mendimi i secilit qytetar të Republikës së Kosovës që sot me dalë edhe me votu edhe me kriju obligimin e vetë qytetar, po më e rëndësishme është domethënë zoni i secilit qytetar që me dalë me dhonë përgjigjen e vetë. Po veç edhe këtë zë, kur e kërkoni kaq shpesh, ai zë dikur shtiret. Është e vërtet që e harrova me thona në diçka. Për fat keq këto zgjedhje ka shumë votues të papërcaktuar se një edhe janë lodhën si qytetarë se shumë parë zgjedhje për një kohë shumë të shkurtë dhe bazë fushatave që kam kara me taku disa na kanë thonë që na po votojmë se çapo votojmë fund po vendosin 2 parti ose 3 parti dhe apet po na dërgojnë zgjedhje. Kjo do të thonë është edhe një ndër arsyet sepse ata mujnë edhe kompletisht mos me dalë zgjedhje se nuk e kanë besimin e krijuar të përfaqësuesit e tyre se mund me zhvillu vendin, po gjithmonë është u kriju ajo frika që na pe votojna Lirikun shembull, po apet Liriku ka me na dërguar zgjedhje për një interes partijak ose politik. Po. Bardha, ju e lidhur me psikologjinë më shumë, në fakt shumë e lidhur me psikologjinë, jo shumë me politikën, po mund t'jesh qytetarja që mundesh me shku ndeti, ose me u caktu ditët e fundit tek sa vinë edhe momenti i 7 qershorit ku duhet votojmë hapen kutit e votimeve. Sa qytetarë që kemi të papërcaktuar që kanë mi u përgjigj pozitivisht ftesës për me votu me 7 qershor dhe ku mendon që munden me shku ato përcaktimet fundit që bëhen? Sa qytetarë që kanë me qenë pa përcaktuar, mendoj që
numri është pak më i rritun kësaj here, për arsye se vetë fakti që u falim deri shtashti që zgjedhjet janë vë pak si shpeshta, se çdo 6 muaj me pas zgjedhje dikur edhe lodhesh, nështë edhe nëse e ki një cak politik, dhe më thonë, cilin do parti politike që te e adhuron sa do shumë, ose don cilin do lider me zgjedh, nëse çdo 6 muaj ai lider del zgjedhje edhe ndrohet, prap vjen vota jote, prap vjen na dyshimin që jam e votu mua ajo. Sa kanë me shku ndeti, unë mendoj që nëse merë koha e mirë, vëlla ko qasë shumë kanë me shku, po unë prap nuk jam me pajtimit që mos me votu, se mos me shfrytzu drejtën e qytetarit, se cili qytetar du të me shfrytzu drejtën e vetë për votim, sidomos nëse dojmë me pa ndryshime pozitive, ka cili do lider. Unë e di që kove të fundit për me jemi lodhë, të lojmë ana shkët pak këtë humorin që po bojna, po jemi lodhë pak a shumë se ta më po vendosemi, po thojnë u zgjedh, u kriju një qeveri edhe tash përkëshyrim që ka kena me mujtë me botutje, prap po vina të ajo pejnëta ku nuk po mirën vesh liderit me zveti edhe po përzohet çdo send. Tashti, na si qytetar, fatkeqësisht, kujna me i besu. Ku me u drejtu, se na kur po ju drejtojmë që atë njerëzve që po ju besojna, prap një farë mënyre po bina. Dhe me thonë të unis për ati fakti që une nuk jam pjesëtare as një fushate politike, po si qytetare ose si një pjesëtare e këtij komunitetit kosovar, une personalisht që e kisha pa dhe disa pika që për shembull të ashtë të unisë që une mirë na shumë me anën e shëndetit mendor, edhe kjo pjesa e shëndetit mendor është lënë shumë anash. Edhe na si qytetar, për pos krejt tjerave që i kemi nevojë është edhe shëndeti mendor është një pikë kryesore që duhet shumë lider. E që ka bën politika në këtë aspekt? Që kjo është pyetja jam, që ka puna bën, se unë të rritë shtashti fatkeqësisht kom pa shumë pak. Sidomos të marrë parasysh. Jo, ideja është kjo shkuarja shpesh në zgjedhje, kjo diskutimi shpesh për çështje politike. Tashti, çështjet, do me thonë, kjo shkurja në zgjedhje shpesh, që se ti ka dhe ma heret, krijon konfuzione tek populata. Do me thonë, ta humbat atë besimin tënd, atë dyqysh si që me thonë, atë vendimshmërinë tënde, ta lekun në farë mënyre. Edhe shten, dasht e pa dasht, me humbë besimin. Pse sa herë po e japi votën për qatë person, ose hajde kësa herë po e ndëraj, pezojna, hajde për ndrojna në shtatë ishka ma mirë ka. Prap po shkojnë në zgjedhje. Do me thonë vetëm faktin që 2 herë radhës e kemi shku në zgjedhje, kjo është një farë mënyre ka ana psikologjike, është ndikim negativ. Sepse është ullja është thyrja e besimit më spari tek qytetarët. Edhe si shkak i këtij problemi në ashta politikajt, pa u efekte qytetarët. Është tjetra, mandej pyetja këta fat politikajt sa skenën politike. Pa të ashtë në zdeshta me targetu kërken, po të ashtë edhe kjo, lindë edhe kjo pyetja sa janë stabil këta ka ana psikologjike për me u dhe i shtetin. Nëse nuk po janë stabil, nuk po mundën me mbajti. Urda? Edhe me qenë ata që janë thirrën me qenë. Fiks. Do me thonë ti po premtan disa gjana, po mande mas, kur po ta dhonë në votën, mas 6 muajve po kthehesh prap pushtysh me personin tjetër, sa stabil jeti, që me dëmo mu stabilitet. Do me thonë, normal nësi popull ndikohemi, ana psikologjike ndikohet, s'po flasim për krejtë presioneve të ndryshme që i kemi, po presione politike, sidomos dalja në zgjedhje shpesht, bajgi si shumë dikon anën negative, fatkeqësisht. Po, edhe tjetra anë, çka po na ofrojnë liderët për përmirësimin e shëndetit mendor. Unë ta shte nuk po mundem me u dëru për me në këtë pjesë. Unë sidomos jam e kyqën shumë me fëmijë, për shembull me nevojat e veçanta, sidomos fëmijë që janë me autizëm. Hajde, kemi qendra të ndryshme të cilat i diskutuam edhe më herët me Vesën para se me hynë në debat. Qendra të ndryshme kanë kriju për fëmijë shumë, po këta fëmijë rritën. Çka po krijojnë për ta për adoleshentët, çka po ju ofrojmë? Pra përgjën që veç për në angarkojnë ma shumë. Faktikisht po në angarkojnë, sepse na kur po vendosim me bo diçka, hajde po i votojna, edhe po thojna u kriju, që shëtash ma herët, një qeveri, edhe po vendosim në të ashtutje me marrë një iniciativë në të shëndetit mendore tjera, me bo diçka për ta. Po i drejtojmë institucioneve edhe ata janë prapë zgjedhje. Do me thonë ti përshkam pja dërzan dokumentet një person për shambull për një projekt për zojna, për diçka që do me bo, diçka mirë për ata, pja u dërzan edhe ata prapë zgjedhje, thojmë falë, vëlla nuk janë përgjedhës. Edhe mbetë puna jote e kërkajt. Edhe normal që mandej ullët kjo vetë besimi, vullneti edhe metës një farë mëra sneja sa nej që thujnë në farë fjole. Të flasim pak edhe për gjëra
Nëse kishim qena votus të menqur, na i kemi krejt partit për para që e ka një program. Se cila për tyre partive ka ekspert shambull që i listën disa programe që ata vetë se kanë me ju përmbajt edhe me i që deri në fund si projekte. Aty besoj që krejt përmendin gjana specifike për nevoja që qytetarët e këti vendit kanë qoftë aspekti shëndetësisë, po në situata që na jemi të jetun, që to zgjedhjet shumë të shpeshta, që këtë situatë e është zakonshme, ty si votus nështë ta nuk pëtlen as hapsira, as me analizu, se sot nuk besoj që votohet për programe. Sot po votohet... A kemi normalizu edhe ne këtë pjesën që nuk votohet për program, votohet për lider politik, se e tha Astriti që ka votus militant, që pa marë parasysh se shka jotu dhe shka e qetë na jemi të jetun që të ko ki politikanë që nuk kanë program fare, nuk shpalosit program fare dhe dalin, fitojnë gogjani numër të votave dhe po bën tash edhe të tjerët. Disa partije kanë liderin, disa partije kanë disa emra të veçanta, është varet njerëz mbas çfarë preferencave. Dikush e voton individin e caktuar, për shembull Erzën e voton se e ka një simpati të veçantë për një sukses dhe një diçka, po ka tjerë që ndoshta Erzën jo, po e ka partijen që nuk ndryshon me kur gjo. Në atë pavendosur i kemi edhe njerëz në lista, nështë të ekit për zgjedhje një parti që kemi votu, ose një që as pak nuk e voton, po ata njerëz në listë ma ndaj mund është gjatë rrugës me ju premtu që i përkrah, ose mujnë me të botë preferum, ose kondërta me t'iritu dhe më si përkrah fare. Po krejt varet na qysh me qëfar standarde na si popull funksionojmë. Dhe kur na konvenon diçka shkojmë e votojmë pa mendu 2 herë. Kur nuk na konvenon diçka mandi shkojmë akuzojmë, nuk e ofron këta, nuk e ofron ato. Jemi të ndryshëm. Pikrisht këtu mendoj se një pjesë të mirë të problemit e bën edhe sistemi jonë zgjedhor. E tërë Kosova është një zonë zgjedhore. Dhe kjo ne e pamundëson neve që të njihemi drejt për drejt me kandidatin tonë. Me deputetin. Me deputetin që do të na përfaqësoj nesër. Pra ju po thani që do të ishte më mirë ta kemi si Shqipëria sistemi. Unë mendoj se do të ishte mirë ndryshime në sistemin zgjedhor dhe krijimin e zonave zgjedhore. E kemi këtë sistem, çka mund të bëjmë për këtë sistem që e kemi? Të paktën për qytetet, 7 qytetet e mëdha që njihen të jenë të paktën 7 zona zgjedhore. Ideja është që na po japim votat me këtë sistem që e kemi. Po shkuarja në zgjedhje nuk është që nësë ndrohet sistemi nga garantohet. Nga ndryshon neve dhe edhe mendësimet votuve. Nëse ndrohet sistemi, na bëhet kontakti më për afërt me kandidatin tonë të drejt për drejt. Se e zgjedhim nga komuna jo. Se e zgjedh nga komuna dhe nga komuniteti ku ti jeton. Po, nuk është kjo për shembull? Sot për shembull, kemi një listë zgjedhore për 110 kandidat për deputet të gjitha subjektet politike. Lista fillon pra si mas fuqisë të tyre elektorale dhe politike, edhe pastaj një pjesë e madhe e qytetarëve janë të prirë që ti rreshtin e parë. Pikrisht pra ata të parët që në shumë raste nuk kanë pas rast as me i taku kur as me i njoft kur, ndërsa do të ishte shumë më mirë për shembull në Gjermani kur votojmë, çdo zonë e ka një kandidat të subjektit. Domethënë, unë kur shkoj të votoj në qytetin ku jetoj për njërin, unë jam i përcaktuar, po e zëm për njërin kandidat, unë e kam votuar subjekti politik dhe kandidati është automatikisht i votuar, se është vetëm ai kandidat në atë rreth ku unë jetoj. Edhe listat e partive janë të mbushura me qytete të ndryshme. Do të kishte një ndikim pozitiv. Kjo është përgjësia personit zgjedhën, të llogaridhënia. Pastaj deri vonë kemi votuar 5 kandidat, ndërsa tani po votojmë 10. Domthonë është e teprune kjo. Çka 10 kandidat? Pas që tjetër është Mirë, flasim pak edhe konkretisht me që kemi nisë vetë në deklarata politike, në një nisje të fushatës jo zyrtarisht, se duke dëgju kështu shumë diskutime për ndër një temë. Për shembull, tash këtë që tha Luli, por na çon në një temë tjetër që duhet me diskutu për reformë zgjedhore, gjë që nuk e kemi në plan në këtë emision. Ideja është që ku shkojnë votat e papërcaktuara. Ju jeni edhe me aktivizëm në subjektet tuaja politike, po du me folë në këtë pjesë çka shohim, kush shkon fitoria, kush është i dyti, kush është i treti, e ndret.
Unë e thash fillim për vazhdoj apet. Votuesi pa përcaktuar gjithmonë nuk voton me bindje partijake, po voton gjithmonë me bindje bazë plan programit ose bazë frymës fitores. Kjo do të thonë e përcakton edhe është shumë votuesi pa përcaktuar më eksponenti. Je pjesë po besoj edhe në terren, ndjek afër edhe gjithë. Unë mendoj që kësaj here është hera parë që ka ndryshim të votuesi i ri ose të votuesi pa përcaktuar që nuk ka me vazhdu më në atë mënyrën e frymës fitore që ka shku më herët. Që i bje nuk shkojnë me vetëvendosje? Nuk shkojnë me vetëvendosje. Pse nuk shkojnë? Shkojnë me opozitën? Apo në një partit saktu me kështu? Po flasë me opozitën, por mos me bo... Shkojnë me PDK-n, se pasën të po shkojnë me PDK, po tash fushati, na dhe sa të fillon me t'i pas nesit, tani e thno me PDK. Po thuj o, Ndre. Partia Demokratike e Kosovës është kur nuk o konë ma e pasë se këto zgjedhje me rini, kur nuk o konë ma e pasë në këto zgjedhje se me votus të për herë të parë, edhe kur nuk o konë ma e pasë me kandidat të rinj të cilët janë baza e cila i tërhekin ka votu se pa përcaktuar se bazat e ri. PDK-ja çka ka me bëhet që me ndru... Më lejot ndërhyj. Si po i din këta ende pa hop fushata votues të rinj Partisë Demokratike? Po, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë opozit prej zgjedhjeve prej para 6 viteve. Nuk është parti që ka nejt e mbyllur. Ka dalë, ka punë me qytetar, ka dalë, ka diskutu me qytetar, ka dalë, ka mbledh. Çdo zgjedhje ka ndodhur. Po, çdo zgjedhje, po tash ti po të foli prej para 6 vite të rritash. Po, Endre, shumë herë për shembull keni marrë edhe kritika krejt opozita që nuk keni bërë opozitë mjaftueshme. Po, pajtona që nuk kanë bërë opozitë mjaftueshme. Keni qëndru më të heshtur në opozitë. Qytetari ose ata që mendojnë që është e vërtetë që nuk e kanë bërë opozitë sa do të me bërë opozitë, po foli përsëri në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, nëse qytetari ka prisë me dhunë kena me bërë opozitë, atëherë Partia Demokratike e Kosovës dhunë nuk e pranon në asnjë mënyrë. Po çysh e bëni? Hajde, me dhunë nuk e bëni. Keni thonë gjithmonë. Po na kena ekspertë se cilës fushë. Edhe na deri sot ja tash u dash, domethënë se cili qytetar e ka ndëgjuar se cilin fjalëm të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës Kuvend, e ka po që na kena bo argumentet të qarta, jo të falsifikumit që ka bo vetëvendosja në këtë rast, jo të rreme ose jo për baza të votave, qysh me mbledh vota, po Partia Demokratike e Kosovës ka vendos gjithmonë anën, jo anën e drejtë, anën e të vërtetës, ja kanë dërzu të më thonë se cilin fakt në Kuvendin e Kosovës në foltore, edhe të më thonë, jo rasisht kanë dalë, së disa e keni po statistikat, prej Partisë Demokratike e Kosovës, prej AK-s, do më thonë kanë dalë deputetet ma të zëshëm gjatë këtyve legislaturave. Jo të vetëvendosjes. Po për fat keq, ka edhe disa deputet, cilët, do më thonë, janë aty, po hala nuk e din që shkanë më do kolekte e vetë prej foltorës e kur s'kanë dalë me folë. E që kjo do më thonë mund me kona jo që më konë një loj arsye, shumë ka. Më konë një arsye që mujna me thonë që nashta nuk ka bo opozit mjaftueshme. Po, PDK-ja ka bo opozit deri dikon, po nuk ka bo sa o dasht, po jo nëse ka prit dikon që përmes dhunës, si kur po nuk e di pse po lidhni gjithmonë nëse kanë prit që nëpërmjet dhunës. Nëse i referomi që nuk ka bo PDK-ja opozit, atëherë PDK-ja çdo ditë ka dalë ka dhënë një argument. Çdo ditë ka dalë u përplas me një ministër, me një deputet, çdo ditë kanë qenë ata deputet të cilët kanë dalë me thonë argumente këto kanë qenë të ofenduar maksimalisht që kanë pozitat e deputetëve, edhe në fund me thonë apet kanë dalë që po dalëmi që nuk kena të bo opozit. Nëse është që kjo që nuk kena të bo opozit, atëherë dhe me thonën koka, o me dalë për mes dhunës, o me dalë dhe me thonë aty me kallë komplet me kriju protesta, ose me keq përdor autoriteti si deputeti si opozit. Është legjitime shumë, është legjitime më ju vetë po i alarmoni qytetarët, për shembull ditën kur tentohej që të zgjedhej presidentja e vendit, që nuk ishtin votat ose prezenca e nevojshme, të gjithë opozita alarmuan që në Kosovë po shkelet kushtetuta. Dhe qka të bëhet për të ati alarmi? Po shka ndodhi, para se, po alarmu, po shka ndodhi në komisionin, kur dash i mundru një nën kushtetus brenda Kuvendit Kosovës, ke do bo një loj pazari për mundru një kushtetus. Shka thamë deputetet opozitës edhe qysh e pranun
qysh nuk e pranu në asë një kusht edhe rona ata dhe nuk u bo ma e keqe e vendit. Këtë të shkel kushtetuta Kosovës. Po të kishtë vepruar ndryshe, do të ishit pjesë e vetëvendosjes, mirë po një gjë duhet me pranu, një gjë duhet me pranu, opozitarizm nuk do të thot dhunë. Po se kështu po e lidhin, që gjithmonë me dhunë. Nuk do të thot dhunë, mirë po edhe një gjë duhet me kuptu se pikërisht mos veprimi i subjekteve opozitare e ka fuqizu lëvizje vetëvendosje dhe po i merr me shumë lehtësi garat elektorale të një pasnjëshme, që unë jam shumë i bindur që edhe sërish do të jetë fituese, edhe pse këto zgjedhje janë mëse i bindur se do të na çojnë të një pol zgjedhje tjera në vjeshtën e këtij viti, është pikërisht opozitarizmi i munguar i subjekteve që janë atu në parlament, që në shumë raste kanë qenë thuase mosh e pushtetit. Dhe i kanë shkuar për pushtetit si që e kanë Ma shumë se neglijenca e opozitarizmit, unë mendoj që është komoditetit e prumt që po kem rritjen fushat, e mos puna në teren, e bjen rezultatin që po e kanë partitë opozitore. Po dojnë me shku zgjedhje, mirë po për zgjedhje s'kanë bërë asgjë. S'është bërë asgjë. Ke pas munges të ministrave kër ju thinë në interpellant. Ke pas munges të kryeministrit kër u dash kryeministri, ose kër kanë pas pyetje, ose kër kanë pas debat me kryeministrit. Ke pas munges kër vendin e Kosovës, edhe kuti, veç për mes medjave kena bona atë opozitarizme. Nëse, në këto raste, kër kena pas munges të zyrtarëve, të lartë, të shtetit, se dhe më thonë nuk e kanë respektu përgjithsinë e vetë. Ligjore që e ko, pikërisht partit opozitare janë mundësuan kryeministrit Kurti në ditën që është doshur zgjidhet presidenti i Kosovës. Që doshur zgjidhet opozita presidenti i Kosovës, del dhe të bëj fushat me konferenca shtypje të një pasnjëshme. Po pikërisht është opozita që ja mundësoj këtë zotit Kurti, në ditën kur është zgjedhur presidenti. Me takimet e shumë intervistë mirë. Kryeministrit dhe interpellantët nga gadim shumë i madh. Pjesa e opozitës së heshtur. Në subjekt politik, po veç kundërshtor. Nuk kem ty për dallim që po flet në emër të subjektit, për kolegun, për potencial. E ka një vizu kështu e shaq. Se nuk kemi thirrë jo, po mendoj shumë kundërshtor me të dita e zgjedhjes presidentit, çka u dosh për tej konferencave mediale edhe pak nasive që u shpreh, çka u dosh opozita tjetër më bëu, meqense dhuna jo, konferenca, deklaratat pak nasit që janë argumentuar. Po ka pas shumë që vesh me statusën Facebook e kanë kryer asret. Me një reagim në Facebook është kryer. Varet sa ka hapësinë media. Veprimi. Se tash duhet me pas edhe këtë arsye, sepse këto fshata politike po kanë më shumë me Facebook akret. Po është puna se çka u dosh tjetër veprim, jo më shumë kundërshtar me ditë. Po kam dëshirë se ndoshta unë mendoj që ndoshta ka më mirë mendimin tim. Po. Çka i dosh për te reagimi që ka pas mungesë, çka ka bëu. Mungesë në seanca nuk kanë shku deputet, që po të kishin shku kish pas president, ish Bokurumi. Deklarata për rëndësime qoftë si subjekte politike, po qoftë edhe në intervista të ndryshme ose statuse deputet në veçanti. Dhun po thojmë që jo, çka do tjetër? Me që subjektet politike opozitare nuk kanë qenë të përgatitura për një palë zgjedhje të reja, se kemi vetëm 6 muaj nga ato që i humbën. Me buar gatin me najt sol. Këta është dashur jo me buar gatin me najt sol. Dëgjoj mendimin e partitë opozitare. Momentin kur ata uftun nga kryeministri Kurti, pra uftun një nga një, nuk uftun asnjëherë në grup si subjekte, se unë jam i mendimit që... Me konsultu veç e veç, nuk do mi konsultu unë mendoj se subjektet opozitare, në këtë rast PDK, LDK dhe Aleanca për Arminë e Kosovës, është dashur të dakordohen mes veti dhe të dalin me një kandidat e t'ja prezentojnë Kurtit dhe t'i thojnë që në qoftë se ju e pranoni këtë dhe këtë e zgjedhin president, ne do t'jem sot. Pra, është opozita me u bashkë shku, fillimisht. Një unifikim i opozitës me një emër konsensual në këtë rast. Jo, nëse dojmë dalin nga kriza, duhet këtë mënyrë. Atëherë pra mos luftojmë për me dalë të partën zgjedhje, pra le të vendosim me kon 2, 3, 4, mas është përgjithësia krejt opozita. Atëherë pra le tërheqëm prej garës, lideri në opozitës dhe ata mandej zgjedhin edhe presidentin edhe ministrin
ministrit edhe komplet legislaturën. Që shka mundësi një pushtet kur e ka gjysën ma shumë se 50% edhe prap me hekat përgjësim prej vetës me bartë opozita mu prap më po më duket A keni mujtë opozita me bashku, ose a ka mujtë, po them, sepse... Po tash, për dërisa nuk kryon shambull ato koalicionet para zgjedhore dhe mandi edhe pas zgjedhore në hala dhe ma të vështira. Tash të ke esenca të presidente edhe na e kemi ditë kretë kohën, e kemi ditë kretë kohën se që shkën rëthanat. Mirë po, që kjo loja me fjallë është e opozita të kjetë ajotër. Shëndet. Okej, që Jo, vërtet aho besoj. Mirë po... ku dalon koalicioni me të... Të na si shoqëri kemi problemin që na nuk e mojmë përgjësin, na nuk e qesim gishtin ka vetja, po shojmë zërë të e fajsu tjetërin. Tash, kur ti po e fiton masën, atëhere po donë me lumë palën tjetër, më faj, një farmyre me dy parë standarde. Kur jenë opozit e ka fajin qeveria, kur jenë opozit prap e ka opozita, dhe me thonë, këtu diçka nuk përna përtuset. Sa mundet PSD-ja me marë këtë votën e papërcaktume, sepse nëse shojmë fushatën e PSD-s, është e bëm fushatën duke të reguar se si opozita nuk ka bërë mjaftushëm, ka kritika për opozitën. Pavarësisht që me gjithë respektet për këtë partit, për veti nuk besoj që merë vota, mirë po mundet me i ofru një partis tjetër vota. Nëse për veti jo, me kandidat që i ka zgjedh, është të i bodë me thonë një loj fushate kundër opozitorve të caktun, ose partive të caktum, sa i po mirët me lider një farmyre me disa persona konkret dhe jo me krejtë si një parti ose krejtë si opozit. Mirë po nuk besoj që kjo vot kam i shku PSD-jës, po kam i shku një partis tjetër, qove dhe ndosës, qove dhe tjetër. Kështu që nuk e di si me po një loje me një prapavit nuk e di. Po e deshifroj, do të me ditë nëse cili veç deklaratat e tyve, ata gjdo dhe dhe më thonë, veç të nëse vim në konvent, kena mi ju të regu se shka është opozita. Kena mi ju të regu që s'kena me lonë kuri pa rëvi. Ata kanë të regu në PSD se nuk isha forë që për PSD. Veç i dëshiroj suksese, hera vetera, se kërka nuk jem këto zjedhe. Sinqerisht për tëmë. Nëse ka pas zonë të opozitarizmit, ka qenë aktive PSD-ja, mënyra që e ka zgjedhur me bo fushatën, nuk pe kuptoj për shkak se zakonisht në fushata si target janë zakonisht partitë në pushtet, për shkak të punës ose mos punës, po mendoj që PSD-ja ka ardhur në një konkluzion që gjatë gjithë kohës ka bërë një farloj opozitarizmi ndaj partisë në pushtet. Deri tash. Edhe tash ti ndoshta ky qëllimi i fushatës është në sensin që po tentohet me tërheq votues të vetvendosjes, të ikon kundër subjekteve të partive që janë opozitore, edhe mendojnë që në këtë formë mundën me marrë me tërheq një votues të vendosjes sepse me pasit njëjtën linjë, po që për mendim temi nëse kjo është arsyeja, është e gabueshme si çështje, për shkak se është shumë problem në këtë formë me marrë qoftë pe vetvendosjes vota të shojtë opozitën ose qoftë pe opozitës të shojtë vendosjen, për ndryshe deri tash në fushat kanë qenë bukur opozitor, bukur kreativ janë në ato që i bojnë, po nëse s'jam pjesë asti subjekti, po ndoshta si sugjerim kështu, kisha menduar që nëse dojnë me kon pak ma mojshë me qenë pjesë e kuvendit, me pa një qasje tjetër të fushatës, se për ndryshe në qëtë formë, unë kisha dash me pa një zotë PSD-s kuvend, me po që është nështë në kuvend PSD-ja, që është bashkëpunon nështë me Aleancën, me PDK-na, me LDK-na, nështë me vendosje, nëse kretë në opozitë, sepse nuk do të të dele pora që mund është me konë të qeverisë, po për ndryshe në qëtë formë nuk besoj që është qatë zonë në qëtë formë. Duhet me po një qasje në mënyrën e fushatës që dojnë me bo. Ves pëdu edhe një pytje, rikthimi i Vjosa Osmanit në LDK, sa mundet me sjell vota të reja për lidhjen demokratike të Kosovës? Po, sa mundet me i prejkë Vjosa këta të papërcaktuar që po flasim? Vetë si ves si emën i përveshëm jo si... Po, se këndë vështrimi tim, jo të lutëm, u pyta unë për përgjigje mënë, më ndaj mundësh me interpretu pjesën tuaj. Për deri sa prej
prej strukturave të mrenshme u pas si e duhur, si e qëlluar, si diçka shprezdënse, atëherë është e mirësardhër. Dhe jo veç të LDK-ja, po na patëm edhe bashkimin tjetër, po më duket është koha për me u kthy njerëz që dikur kanë qenë shumë kontribuedhënës në krijimin edhe ndërtimin e shtetit, tash me ardh me drejtu një farë mënyre prapë, se nuk janë këto rrethona të mira që ne jemi të jetu, pavarësisht që për ata që nuk jetojnë këtu, gjithçka është e shkëlqyeshme, po na që jemi këtu ne jemi ditë për ditë dëshmitar të situatave. Masa e pret shumë mirë, zonjën Osmani, o vrejt ajo euforia, ajo kthimi shpresës në një farë mënyre, po me 7 qershor besoj që veç të flasin numrat. Unë po besoj, unë si Vesë dhe krejt, besojmë që ka me pas një kthim pozitiv. Flasin numrat? Mirë, po. Kthim pozitiv. Nëse u prit për mirë, atëherë kanë me konë edhe numrat ma që flasin vetë rezultatet, por nëse jo dhe pëson pavarësisht që e besoj pjesën pozitive. A e kalën LDK-ja si pas te e PDK-n? Mbetet me po. Për drejsa nuk ka filluar ende, mbetet me po. Nuk di, si ves, unë mendoj që është ma e mira që na si popull me të vërtet me i ndalë këto zgjedhje se kemi fillu me u lodh. Nëse dhe na vetë si persona që jemi nështë aktiv në këtë pjesë, kemi fillu me ndi lodhjen, presionin, atë monotonin, këto fushatat e një masnesh me zgjedhjet, kandidatët, listat, ku ta di, për popullin halo edhe ma e lodhshme. Ka plët njerës unë i kom rrethin tim, asë nuk dojnë me diskutu, jo, jemi lodh, jemi mërzit, nuk pja vlen, gjithëherë njëjt, pavarësisht që e votojnë, nëse nuk e votojnë një partit saktume, po për që është e lodhshme, është e lodhshme. Edhe që halo ma e keqe, mu po më duke që halo nuk kemi fillu zgjedhjet, halo si më përfundu, neve na flitet për zgjedhjet tjera që kemi më pasën në vjesht, kështu që është me të vërtet një situatë e palakmushme. Se kemi nisë me parashiku pak. Po, krejt astrologi po më duke kemi me bojnë parashikime. Lëzim se i pret rezultatet? Për çfarë rezultate po flitin? Po më duket që pak ma herët tha që vetëvendosja fitajnë. Jam i bindur tha që rezultate, unë me thonë drejten, nuk shoh një ndryshim të madh rezultate, për kundër disa kapërcimeve politike që janë bërë. Është o flitet për ish presidentën Osmane që tani është pjesë e LDK-s. Mirë po, ky kthim i saj në lidhjen demokratike, mu më duket aq i pa moralshëm, aq i pa rregullt, aq jo normal, sa vetëm tek ne shqiptarët mund ndodh. Pikërisht është zonja Osmani, që me ikin e saj për LDK-s, e shkatroj LDK-n dhe pruni në subjekt të 10%-shit. Deri në ditën e fundit, ishte, jo presidente, notere e kryeministrit dhe e lëvizjes vetëvendosje. Sa që as ditën e zgjedhjen nuk e caktoj, pa e marrë miratimin e kryeministrit. Ndërsa në momentin kur e kuptoj se vetëvendosja nuk ka votë për presidente, ajo u kthy sërish në lidhjen demokratike. Nuk u kthy për ta nxjerrë lidhjen demokratike. Ajo është kthyer në lidhjen demokratike për të bërë presidente. Dhe çka është më e tmerrshme në këtë rast? Viti 2021, Albin Kurti doli me motën kryeministër, ndërsa Vjosa presidente, në vitin 26, Abdi Gjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike kryeministër, zonja Osmani presidente. S'mund t'jetë kopja më mirë se originali, asnjëherë. Harrojeni. Domethënë, jo që do të sjell vota, është unë jam shumë i bindur se nuk do të kenë rikthim lidhja demokratike, jo për të kaluar parti demokratike, se edhe partia demokratike i bëri gabimet e veta. Po si është? Këta e bën një bashkim pasi dolen listat. Dje e bashkimin e nisme social-demokratike me parti. Pse ky bashkim nuk ndodhi para caktimit të listave zgjedhore. Dhe pjesë e atyre listat t'ishte edhe dikush t'ishte edhe zoti Limaj. Këtë rast Partia Demokratike ka punu meqen për veti. Sa për mërë mbështetjen e PSD-s, po nuk e kanë zonë listat me emra tyna. Ka shti përfaqësues vetë. Në këtë rast, si subjekt politik, ka mendu në favor të vetin, s'mund është me to pëse. Me gjithat, unë këtë bashkim e shoh shumë më të natyrshëm se aje fa ka ndodhur me lidhjen demokratike. Ajo pjesa Vjosës, edhe largimi për LDK-s, edhe kthimi, edhe unë kom ato pikpyetjet e mia, edhe ndoshta
pak nasit si form një politik bërje që po ndodhe dhe individëve që po veprojnë në skenën politike. Po s'pe kuptoj, nëse Vjosa ka arrit me shkatrule dhe kanë kaq shumë, me ikjen e Sojna. Pse tashti po mendon që nuk ka me pas mund ndryshim skenën politike, rikthimi i kësaj, sepse domethënë ka fol për një njeri që e ka shkatruar një subjekt. Domethënë forca e Sojna u kon shumë e madhe. Edhe tashti po çaq shumë pe minimizon kthimin e Sojna, sot që nuk po duket më personi i rëndësishëm. Po thotë ka dobësuar Albin. Nuk është elektorati, nuk është ndryshim skenë, nuk është elektorati sikur jo gjot me komprim skenë politike zonën tjetër. Harrojeni. Ajo minimizimi që po i bën si figurë me glorifikimin me minimizuar figurën deri gjeshte notere e zotit Kurti. Pajtona precisht me këto që e ka thënë. Sot delen na tregon për takimet fshefta të zotit Kurtit. Pse s'ta i tregojnë në momentin kur ishte presidente? Pse e priti ajo fushatën zgjedhore e nuk na i tha këtu që pas ka bërë tradhti se takimet e tilla nuk mund nga LDK. Plotësisht pajtona me ty, që largimi nga LDK ka qenë e pandershme se ka dhënë pikërisht propozit. Po edhe tani po kthehet propozit. Vetëm rolin e presidentes nuk e ka kry. Edhe këtu pajtona plotësisht me ty. Po mënyra që shpe glorifikon të ikjen e saj, si person shumë fuqishëm, rikthimi pe minimizon as shumë, sa që nuk po për shkak veprimeve po thotë, për shkak veprimeve që e ka një Vjosën LDK, është pikërisht elektorati që e ka praktuar LDK-n. Pyetje e thjeshtë për ju. Pikërisht ajo kategoria që ka një pas idenë Vjosës. Elektorati që Pyetje shumë e thjeshtë për ju. Se zonja Osmani nuk ta tregoi se zoti Kurti po lyp qera për Bonçtilin. Pse zonja Osmani nuk na tregoi për takimet e fshehta të Kurtit me presidentin Vučić, pa përgjegjësia dhe pa ndeshmëria si presidente, po tashti edhe Vjosa po na del, Vjosa shpresa e Kosovës për 6 vite, po na del tash që ka qenë tradhtia e Kosovës për anës tjetër. Po del një person që ka mashtru, që ka rrejt, që s'ka dit, që na ka tradhtu. Edhe Vjosa pas ka qenë bashkëtradhtore. Po apo i bjen, apo i bjen tash që të dyt, do të thotë sipas kësaj logjike që do thuni, po i bjen që edhe Albini dhe Vjosa, deri tash këtë budallakit, këtë ato veprime të pandërgjeshme politike që shpëjqujnë ata si johën e tradhti ndaj vendit, i kanë shef për interesa personale. Dhe tash që u prishen, kanë fillu mi qitë. Edhe ka me ndiku kjo në zgjedhje, nuk e dim sa kanë me qitë këta, sa kanë me qitë shumë që sharate kjo ish presidentja. Asnjëherë nuk ka dalë para deputetëve me dhënë raport se çka ka bërë mas pari për marrëveshjen e orit. Ku po preti për një njerit, ku e ka bo marrëveshje të rëndësishme, që është e ardhmja e shtetit në bazë asaj marrëveshje, që nuk ka dalë mi raportu deputetëve për pasuesit të vendit vetë, e po derë po të kallëzë për Bonçtillin. A dhe kjo, do me thonë, është shumë logjike. E para, e dyta, pse na nuk e qesë për sistem diskutimi, o të të kthy ish Jugoslavt, për ja jep dokumentacionin e Republikës Kosovës, o të ta kriju një Macedoni, o të ta kriju, po të që është, o të ta kriju një Macedoni, sikur në kohën Macedonisë, shtetin Macedonisë, o të të parazu me dokumentacion, barabart serbët dhe shqiptarët, o të ta bo një Serbi, jo me një Serbi, një makro Serbi nëse këthemi biznesi që është mikro dhe makro, o të ta rrit një numër shumë të madhë serbëve, edhe mos prit nesër, që ka me luftu PDK-ja, LDK-ja, Vendosja, PSD-ja nëse eksiston hala si parti, AK-ja, ka më të bo e barabart me qytetorin e sërbe. Është e barabart me numrin e qytetarve. Që të dush me dojë. Që të dush me dojë si të në rëndësishme. Paja bu një pytje, nuk më me e kalu. Vetëm pak të avon pytjen ta shëndret. Nuk më me e kalu këto se ligji për shtetësinë e ardhacakëve sërbë, 2013 është bërë. Që është miratu të shkohën e fundit, ka kalu ka që qëtësi, edhe nuk po flet askush, as nga opozita, po edhe në media është po vetëm në fushat, ku është opozitarizmi juj? Vetëm një sekund. Se unë mendoj që brenda periudhë 2 vjeçore, me këtë ligj Kosova do t'i ketë 500.000 sërbë. A mund të me lecu një reagim të ministrit para 2 ditë lidhur me këtë pjesë? Ku është opozitarizmi i juj? Ku është Partia Demokratike? Për gjithë... Jeshe ka kalu heshtje, as media s'po mirën ta shkëzat. A bën vetëm... Cili minister? Gjelar Seçka
ka shkru për gjithë kampin opozitorit cili është në rënje të lirë dhe në përpjekje për të njëllosur punën e qeverison, rikujtojmë se ligji para prak për shtetësin është miratuar në vitin 2013, e para të ishte në fuqi ligji viti 2008, pikërisht në kohën ku e qeverisnin vendin. Neni 31 i ligjit të ri për shtetësin e përmban dispozitën e njëjtë nga neni 32 i ligjit të miratuar në vitin 2013, të cilën gjithashtu e përmban të ligji i viti 2008. Opozita, kur kanë qenë në opozit. Ish opozita, po të vejtë. Jo, ish opozita. Në kohën e dialogën në Serbinë. Kanë marrë pjesë PDK-s, LDK-s, gjithë krerët e shtetit. A dhe që me gjuhën diplomatike nuk e kanë nënshkru si që tot Albin Kurti, a Zajednicën, a Zajednicë ka qytë Kurti, se është kjo dhe më thonë komunat e brendshme sërbe. Qysh erë këj maj mesmi, pikej dunjas, kur ata mënyrë më diplomatike, kanë thonë në tavolinë, e kanë fitu rasën në tavolinë, kanë thonë po, nëse është brenda pakus të atisarit, do të diskutojmë, do të shërtojmë, po nuk do të vendosi këto pa u marrë veç me konvendin dhe qytetarin. Qysh kej me që Albin Kurti, ditën e parë se jini si kryeministër, i thej të gjitha parimet që thështe se nuk do të bëjt bisedime me Serbinë, pa u bo viktimë. Nuk po të mja, asi se shumë pak e ngojat njeri. Jo, qa po thu të mësara që a i ka marrë 51%. Kështu që si ke që menë që Turqi që marrë 51%. Ai që nuk e kupton këto që ka e kupton. Ajo që po në lojshosh nuk jena Populli ai që e vëtanë. Veç të një Nëse është ligji 2013, pse duhet me u krekos në përmedja ministrës që ka pru një ligjë të ri dhe ka licu procedura. Do të thotë është gënjeshtër, a nuk është gënjeshtër, se nëse kë ka dalë... Jo, a i ka dalë media ka thonë që ne kem pru një ligjë që i kem licu procedurat. Nëse është i njëri 2013, pse po mashtron njerëz. Atër merë përgjësin, thuj kom rejt, kom mashtru njerëz, se s'kom licu. Po nëse ti ke licu procedura, nuk mundet bëkon i njëjtë. Një. E dyta, që nuk është i njëjti, unë që ta është, bjemi mbrava, kanë s'pëdu pa drejtë e tyra me përmenë, se i mora skenim dokumentat, me ndimu mënyrë misore me abuni ankes, që jo ka refuzu shtetësia për 2 djemë të vetë shqiptar, i lindu në Kosovë, për shkak se një dokument shtesë për Gjermania me dëshmu që është baba i tyne, edhe pse ka postë Kosovës. Këto, dhe ati që kam tha, nuk mu isha tha me hi në ranë që sa tha prej serbëve që janë ministrit brendshme, pe i thonë publikisht, edhe mundet se cila media me shku me kryo randin ministrit brendshme prej serbëve që janë ka aplikojnë për shtetësi. Kom rast familjar që ka pas vetë njoftim deri në 97-ën. Me ligji që ka qenë nuk ka mujtë me marrë 98-ën shqiptar, edhe i lindun, edhe i regjistrum liber OMS, pa apliku për shtetësi, për shkak se s'ka pas dokument valid që ka përfshi 98-ën. Me këto janë ka i marrin krejt serb, edhe ka shumë gjosa që nesër në Kosovë me orë serb, e tha zotëria shumë mirë, që ndoshta serb për 10 me shku 30 dhe 40% Kosovë me rrit, për shkak se qëllimi i këtij ligji pa vedije ndoshta, nuk e di qëllimet sepse nuk mund me paragjyku ato. Po me vedia, pa vedia nuk e di, po qëllimi këtij ligji është me rrit numrin e banorëve të minoritetit serb. Kjo trajtohet e në vete, jo, kjo trajtohet e në vete. Kemi dalë edhe pak jashtimës. Kjo është tem tjetër, në një nga ditët e radhës. O ka për të kes vetë shkatu, shta përgjishë shkatuj. Pse nuk e kundërshtu, Që zotësi me i pytje, se kanë. Duhet trajtohet. Veç shumë shkurt të thëmë. 10 sekonda i ki. I ka trajtua dhe Kosovën lindore me qëtë leqë. Masi e pas ka ti që ka akon 2013, s'pas ka mujtë ish pozita atështit për mi andrejt dokumentacionit. Qysh mujtë mi andrejt sërbëve, se keshtë të thonë ndryshe sërbëve, qysh mujtë mi andrejt sërbëve, a në një zhjithë që ka bo Kosovës lindore, a në një dim që ka qu, a në një ministrë, javo për trajtojnë që avege për remi si tempo, problemi është që kjo është fatkeqësi për Kosovën. E lë zotin momentin e parë që ata eksperta, që ne kam po, mu që
me dalë edhe njerë, me ndryshu këtë lesë, ato riziku shteti, atë dheu edhe komi. Qka po PDK-ja dhe LDK-ja? Tu i bëjt eksperta A bën me mbyll me barë dhe me një komand pozitiv. Çka ka më bo? Punën e parë që ka më bërë, se PDK kime pa qeverise. Masa qeshori kime pa qeverise. E para, fituse. Punën e parë që kime pa qeverise. Unë nuk jam analist me kështu, edhe me më intereson në ditja, se je të rajnë. PDK kime pas në qeverise. Masa qeshori, Bedri Amzi kime pas kryeministër. Me partit të tjenë në pushtet me neve. Që do t'jem pushtet me neve. Po, me partit që do t'jem pushtet me neve. Edhe punën e parë që ka më bo, edhe që i pres më bo për Bedri Amzi, që shumë kam besim që ka më bo, është që me nërë këtë patketësi që e ka njësë kë. Këtë shumë e mirë. Regull. Hajde shumë që... Dashta prej bardhës në i komend pozitiv po jo, a? Koment pozitiv, dhe shumë me thonë që edhe unë halon meta mes-mes, halon shpresojnë asta, halon ma pa e vendosë në meta, po jo, apet gjithsesi shkojnë apë e këshyrim këta në pozitive që shkojnë atë ma e mira, se gjithë mund ka mu bu ma mirë, ama jo zgjedhe ma 6 mujtë. Me shpresë që më mirë. Ne ju falendrojmë shumë që sot ishit prezent këtu në krejtin debat, ishte shumë knatësi. Ne këto po përfundojmë krejtin debat për sonte, do shihemi sërish nesër, deri atëherë mirëmbëjtje. Natën e mirë.